ishte kënaqësi që mora pjesë dhe informova shumicën e grave prezente që ishin këto për shenjat, mënyrat e diagnostifikimit të karcinomës gjirit, që nuk është edhe i rrallë tek femrat në ditët e sotme. Eventet e këtilla mendoj që gjitha gratë duhet t'i marrin shumë më seriozisht, pa marrë parasysh bëhet fjalë për vetëdijsimin e ndonjë problemi shëndetësor, apo edhe për tema tjera të cilat i tangojnë gjitha gratë në shoqëri. Kemi fat neve kjo gjenerat që jetojmë tani, të jemi më të informuara, të jemi më të lira të ndërmarrim hapa edhe me vetë iniciativë për zbuluar diçka, domethënë rreth shëndetit ton, rreth zhvillimit ton, qoftë domethënë siç thash, qoftë në mjeksi, qoftë në politik, qoftë në vullnetarizëm përmes organizatave qeveritare. Kjo që ishte sot mua më pëlqeu shumë për shkak se çdo ditë më tepër po shtohet numri i kancerit në gjë. Kjo ishte një përparim të ecim përpara, sidomos për gratë që nuk ka grup moshe, nuk ka caktim sa kush paraqitet dhe kur paraqitet. Kjo ishte një frymëzim për gratë e ardhshmes, për nënat e ardhshme, për vajzat e reja, që të kemi sa më tepër sa kontrolla të shpeshta deri te edhe vetë mjekët që e cekan se sa kontrolla sa më të shpeshta ta parandalojmë këtë sëmundje të cila po ka marrë hovë dhe hap të madh. Dua të falenderoj Fondacionin Albis që më ftoi në këtë panel diskutimi për kancerin e gjirit, një muaj për të cilin duhet të gjithë gratë, pavarësisht moshës së tyre, të ndërgjegjësohen. Më erdhi shumë mirë që pata rastin të dëgjoj mjekë shumë profesionale në fushën e tyre duke folur për temën në fjalë, dhe edhe unë si studente e mjekësisë mora shumë nga to, dhe në përgjithësi organizimi ishte të jetë i mirë, të jetë i koordinuar, dhe ju falenderoj shumë. Kishte interesim shumë dhe më vjen mirë që kishte një masë të madhe, do të thënë një numër të madh grave, dhe të cilat ishin shumë aktive në pyetjet. Ne u mundum bashkë me doktoreshën, kolege që ishim, të përgjigjemi pyetjeve në mënyrë sa më të qartë dhe sa më të mirë që t'i udhëzojmë pacientët se si të veprojnë në rast se kanë dyshime për gjendjen e tyre shëndetësore. Kisha këshillu që të vinë në kontroll te mjeku am një herë në vjet barem për ekzaminimin e gjinit. Ta parandalojmë këtë punë, e mos presim të bëhet vonë që pastaj të dalin edhe probleme tjera. Mirë po ishte një frymëzim i madh për dy gratë që me mosha të ndryshme që u paraqitën, se kur ke vullnet për gjithçka e mund edhe kancerin, mirë po sa më herët është më mirë, e mos presim të bëhet vonë. Sepse gjithmonë neve na kanë mësuar profesorët tanë që preventiva është më e mirë se kura. Mesazhi për gjitha femrat është mundohen t'i kushtojnë kohë vetës më pare, për një vetë palpim apo vetë prekje të gjive çdo herë, çdo muaj mbas ciklit mujor, dhe të ndryshojnë stilin e jetesës, mundohen të ushqejnë më shëndetshëm dhe t'i kushtojnë rëndësi vetes më tepër.